përgëzimet e mia, ishte një sukses votimi I diasporës. Ti si e shikon këtë herë të parë në historinë e Shqipërisë ku diaspora mund votojë atje ku jeton? Një sukses I padiskutueshëm Blendi. Një fitore e madhe, fitum të drejtë kushtetuese dhe sot kanë mbritur diku ke 190.000 zarfe deri tani që flasin, pritet edhe një avion tjetër nga DHL-ja po sot. Që do thotë që vetëm kur më jep këto shifra që I ke shumë të qarta edhe se që kam unë kokën time, më tregon që ti e ke ndjekur këtë proces me vimësi. Çfarë do thoshit ju si diaspora për Shqipërinë e lirë se ishte rezultati I këtij procesi? Pra çfarë vlerësimi do jepnit për mënyrën si u shpërndan, mënyrën si po grumbullohen, mënyrën se si do të numërohen më tutje? Unë përgjithësi jam person pozitiv dhe gjykoj që I gjithë procesi duke parë shumicën ka qenë tejet pozitiv. Ka pas raste sporadike, raste të vogla, është rast shqetësues ai 15.000 zarfeve që nuk kanë mbërritur ende tek votuesi, por ne kemi bërë kërkesë KQZ-s që ti kërkoj llogari DHL-s, pse nuk kanë mbërritur këto zarfe, sepse thonë që numri I telefonit ose emaili nuk përkon, ndërkohë që po ky numër telefoni dhe po ky email është përdorur për të regjistruar në sistemin PERN. Që do thotë që ky numër është certifikuar si I personit. Nëse ka funksionuar për regjistrimin, do të funksiononte për këtë. Megjithatë këto do shihen më vonë, por nëse shohim diku ke mbi 80% të votuesve që u regjistruan, kanë mundur ta thonë fjalën e tyre nëpërmjet votës.